Këngëtarja e njohur shqiptare, Leonora Paloska, nuk I mban dot lotë gjatë mbledhjes komemorative në Çajër për artistin Shpat Kasapi. Paloska tha se Shpati e ka përmbushur misionin dhe se do të mbetet I paharruar për gjithmonë. Me dhimbje të thellë dhe respekt të pamas për ulemi para kujtimit të Shpatit, ai ishte shembull I mirësisë, I besës, një shpirt që I ndriçonte çdo ambienti ku shkonte, u shpreh ajo. Në vazhdim theksoi, Shpat Kasapi që me zërin e tij të ëmbël preku zemrat e mira njerëzve. Kjo jetë është e rëndë. Por kujtimi yt do të jetojë si një dritë që kur nuk fiket, të gjithë vim në këtë botë dhe të gjithë e kemi nga një mision. Shpat Kasapi na tregoi të gjithëve që edhe me 40 vjet ai e përmbushi këtë mision, edhe do të mbetet I paharruar gjithmonë. Ngushëllime familjes, kolegëve, gjithë shqiptarëve kudo që janë. Shpati na bëre pak të padrejtë këpute zinxhirin. Shtoi ndër tjerash me lot në sy. Shpati nderoi jetë pak ditë më parë nga sulmi në zemër, derisa ndodhe në Itali me familjen. I njëjti u varros në Tetov, aty ku ka lindur dhe është rritur. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.